publikisht ka pas vot për Vjosa Osmani nga këto minoritete që po dushme vesh me PDK. Ja ku është një dëshirë. Ka pas vot. Ka pas vot publike ka pas. Ja ku është një dëshirë. Po parti shqiptare se ka ndonjë thot argumenteve vetëm as ne kundërshton. Vetëm një gjë, Vjosa Osmani e ka kry karrierën në rregull. Jo e ka kry. Ndoshta nuk e ka përfunduar. Po flasim publikisht. Vjosa Osmani e ka kry karrierën. Mos me thonë ka kry karrierën Bedri Hamza. Smoj me thonë. Asë nuk me thonë që ka kry karrierën politike Kadri Veseli dhe ashtë më thonë që që në hak, se këthejnë e vazhdojnë edhe fitojnë. Asë e di Rama, smoj me thonë që ju ka ndalë 70.000 njerëz dhe 100.000 njerëz i ka ndalë në Po ku i pema 100.000 që aty në video, rejtë sekret që apo flasin. Me kësë konstatimet të javën. Sinqerisht menoj që na e japi disa argumente për mi diskutu batoni. Pra, i dha disa opcione dhe përmeni disa që të pranë, unë pastaj do të me thonë ato që s'duhet. Kështu që po e lë që për anas kaloj. Se e mbajme mbimin. Nuk thejet ma. Sigur puna Amerikës e imja, njejt është. E mbajme mbimin që Vjosa Osmani Bedri Hamza e kanë kry karrierën politikë. Nuk ishtë dasht me qenë pjesë nuk ishtë dash me qenë pjesë e institucioneve për arsye se kanë pas humbje, hajde të përdori fjallorin e Shqipënisë, spektakulare. Në Kosovë, kisha thonë, kanë pas humbje të pakthyeshme. E dyta, nuk mundet një president me qenë njeri i zakonshëm. Analiza tjetër, logjike, politike, që më kthy deputet. Kur privilegjet e presidentit, që tash është ish president, janë shumë më të mëdha se sa një deputeti. Po, thuhet që s'do të jetë deputete, pra nuk do të pranoj postin e... Po kjo është, do me thonë, e ki një njeri i cili ishtë nuk funksionalizohet si ide për president ose për diçka tjetër. Nuk bëhet ajo. Nuk bëhet. Ramushi po thotë s'bëhet. Ramushi është dëshirë që presidenti ose bëhet me PDK-n, ose s'bëhet fare, po. Ndoshta dëshirë. Që më vjen mund të kthehemi në situatën. Unë mendoj se përpara Lutfi Aziri pastaj se ke presidenti i kalon nga zyrët e LDK-s. Që tash pi bujnë atë fola për dhënë ka PDK-ja edhe nashta edhe OK-ja. Unë kur po thon PDK-ja. Ka LDK-ja dhe OK-ja, por ju unë kur po thon PDK-ja. Ato çka di, sigurisht është që është e pamundur pa aleancë. Ja, s'monet e. A ka PDK-ja më në minoritet. Aleanca është boshti kryesor. Është edhe një variant tjetër. Që asnjëna prej partive s'ka nguzim. Lista srpska. Ajo është zgjidhja probleme dhe nëse kanë tru këta njerëz. Nëse kanë tru dhe nuk frigohen të ardhmës. Tru kanë në batën për votë as për nëse kanë tru politik po flasë. Ma pa tru se të vendosën s'ka për nëse se me vota që djelta diasporës në kella. Derën e alternativës, nuk mbyllen dyrt. Pra arsye se kur mbyllen dyrt për gjitha këto, ikë në zgjedhje prapë. Po pajtona me këtë pjesën paktën për aleancën, edhe se kanë qenë pa e Mi hodh një argumentet, unë këtu janë argumentet të mia. Aleanca po është kogja vendimtore. Është kogja vendimtore në këtë proces. Normalisht nëse ka një proces shumë ma strukturu ma mirë, do më një jo kësi farë ajgore që shkanë bo dhe i tash, edhe për kundër investimit tepër të madhë. Kështu tepër hibrid që dhe me e hekum që të vlerët Kosovës, Aleontën e hekum, Peskenës, Ramushën e krejt, u kalzu që joja se më ka një farë Feniksi që po këthejet edhe për i këthejet, plus me ndrim të leadershipit e me krejt, edhe me dalë ma mire, ma fëqëshëm. E menoj që po, do më në skena e që tash nuk pe thamë si opcion, po veç po do me thamë që shtetet kanë bon format ndryshme. Unë tash, sa e në konë presik që tu, si analist, ju kujtu që ta në konë nga më pëse për shkojnë vetë me full, pëse s'pullën këtë s'kena me full me një ben. Apo kuptën, që kjo ide mu ullë tinës,
Tinës, kushtë me shpo thamë, se jo Tinës. Tinës i bje, nëse është me një Tinës, se është të marrë kërkush shëndime... A jena ka folin për 2-3 tema të shumë konspirative si Mohabet, nëse në politikë... A jena ka folin për 2-3 tema të domosdoshme. Po. A jena ka folin që një me një nuk bëhen që kjo temë. Nuk kryen institucionet, një me një, një parti me një parti. S'po krykan, s'po mrikan. Po. Qa kjo ide me shku që bëhet që është të bebja si Tinës. Po, për këto normalisht që do të me pas përgjësi serioze. A kanë këta njerës përgjësi, dhe tash nuk i kena po që kanë, edhe ta këshyrim që është po vazhdo në matutje. Unë e vishë një argument. Po, Aleonca duke që ka më konë vendimtore, dushka këse ne fuqizime seriose që e ka po. Por presidenti o vështirë Leo Pau pajtu 3 partitë opozitore në herë, me shku pas taj partitë opozitore të vetë vendosja si bashk për pak në ashta i shkonë ma letë, por mu po mduket me fjallët e dejonës që i mshej gazit shkelem, halo pa u kry mirë rezultate, me qëto sjellë që i ka, jo narkotik, jo drogerash, jo kështu për këta, jo as i ka numrat, as i kanë ato, jo këti që përthët hinë e bojnë qeverin, aja shkelje kushtetuse, të ne kena një qeverin dhe tyrë me shkelje kushtetuse, të ne bojnë pyte, gjykat kushtetuse dhe një herë, s'ka shkelje kushtetuse me bo qeverin. S'ka shkelje kushtetuse me bo qeverin. S'ka shkelje kushtetuse me bo qeverin. Një fakt që përdu me përmen, ekstra zonë që s'pe përmen kërkush është Haga. 20 korrekt, deri 20 shtator maslartë, edhe në që se do të këtë shtyre ekstra. Me shumë mirë i kemë zjedhe ta man kur këthejnë ata. Aja një faktor shumë serios për Kosovë, edhe shumë serios për Partinë Demokratike të Kosovës, pra. Që na shtab Digjikut edhe Vjosu si pëlqen mi prit ata heq, mu këthi për Hage për me Albinën e Dejonën ngutën bashkë e bojnë koalicionit që ditësh. Na shtab edhe Hageja i pretë, ose që përdi që është qëndrimi, jo, o faktore ekstra, Leo, i cili për dhe këja pëse mës me prit deri në shtator. Mas leo. Pa i tash mundë me prit partit me posi, me thonë ritmin e një si për PDK-n. Po pa PDK-n se një zgjidhi, me gjitha atë profesionale, nëse do me zgjidh, ki me full me PDK-n. PDK-ja nuk është interesume për qeveri, pra të tash se gjysa janë disponimi. Po për prezident janë të interesume, ka përcy këta. Tani që hin ashtë LDK-ja ata, qeveri tjetër, ajo tjetër. Unë e mendoj që një sen këtu po mungën diskursin tonë politik batan se te i ki për cilë dhe jo gjithë po batoni ma me përvoj. Këtu ishtë dash mu zgjedh prezidenti, për një logikë të shnosh politike po flasës pjesë së gjeri kërkujna. Edhe për shamull me thonë, okej, pe zgjedhëm një prezident për 2 vjetë, hina në zgjedhe për mas 2 vjetin që datë, po pëndreshim ligjen zgjedhur, pe hekim, pe bojna, pe votojna prezidentin direkt, mos ta kena mu që të penges, pe ndreqim ligjen, për mos me shkil kushtetutën të hënëm tajte, pra mos tojna veç gazi, po të kena që si kërkesa që jashojmë hajrin, se këtu telefone, shkelin,